Vetëm disa metra larg banesave të fshatit Zharrës në Fier ndodhen puset e naftës. Për banorët e kësaj zone, era e rëndë e hidrokarbureve nuk është më thjesht një bezdi për ta, por një kërcënim për jetën e tyre. Ajri mban era gaz, ndërsa në kanale qarkullojnë ujëra të përzjera me mbetje nafte. Banorët tregojnë se analizat e tyre shpesh rezultojnë me fenol apo karbon në gjak, ndërkohë që simptomat si marrje mendsh, vështirësi në frymëmarrje dhe dhimbje koke janë të zakonshme për ta. Në bankës na japin ato gazar që na vdesin. Si me frymëmarrjen kur zgjohemi në mëngjes, kur vinim në shkollë vetëm era gaz, naftë, në atë radhë, vetëm probleme. Si me tronditje si na prish gjithë shtëpitë. Humbja e besimit për reagim nga institucionet përkatëse ka sjell heshtjen nga ana banorëve, por shohin si zgjidhjen e vetme braktisjen e banesave të tyre. Po kush po pyet për shqetësimin e tyre? Me ankor kush e di sa herë, si me grevë, si me protest, si me të gjitha. 10 veta morën një vend pune te bankersi, edhe 100 veta tjerë s'morën asgjë. Në terren janë bërë vetëm ndërhyrje të pjesshme. Disa gropa me mbetje nafte janë mbushur ose rrethuar, por ndotja e ajrit, tokës dhe ujit vijon të mbetet kërcënimi i përditshëm. Ajo ndotja nuk është e stoshme viteve, por ka dysh në kohën e Merumbit i themi deri më sot është ajo vojtja. Ndërkohë mësohet se kompania naftënxjerrëse në Patos Marines Bankers Petroleum, e cila po shkakton dëme të parikuperueshme për mjedisin dhe popullatën në vend që të ofrojë zgjidhje konkrete për banorët e kësaj zone, ofronte kurse falas për gjuhën angleze. Banorët e konsiderojnë si një tallje, teksa nuk janë fare në dijeni të saj. Jo, nuk e kam dëgjuar fare. Nuk e di saktë, por nuk e besoj. Nuk e besoj se është zhvilluar kurse. Në një vend ku nën tokë ka sjell fitime të mëdha për kompaninë private, banorëve të zonës u afrohet vetëm ndotje dhe varfëri. Zharza dhe Marinza mbeten shembulli më i qartë i paradoksit të pasurisë që kthehet në mallkim.